Gjua shqipe është në rrezik. Me rrezikuar është gjua standarde, ndërsa shqiptarët që kanë rënë në kontakt me gjuhët e huaja janë shkaktarët kryesor të deformimit të saj, duke marrë kështu gjurmë nga kontaktet që kanë patur më parë me fjalët e huaja. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, gjuhëtari Rami Memushaj thotë se dy shtetet, Shqipëria dhe Kosova, duhet të kujdesen, pasi në të kundërt gjua shqipe është në rrezik. Gjua në vetvete përmbledh disa variante, që janë dialektet, ose mirë themi të folmet e vogla, të një fshatja, dy fshatrave, pastaj krajinore, pastaj më të mëdha, si themi ne toskrishte e gegrishte, po ka dhe një variant që qëndron mbi këto, që është i përbashkët për gjithë, si punë e një emëruesit përbashkët, që është gjua standarde. Nga këto më e rrezikuar është gjua standarde, sepse ajo është një krijesë inxhinierike dhe kërkon gjithnjë kujdes, si punë e një makine që ka nevojë për shërbime teknike. Edhe gjua standarde ka nevojë për kujdes në shtetit, po ky kujdes i mungon, edhe kjo përbën një rrezik. Por në të vërtet edhe variantet janë të rrezikuara, sepse tani shqiptarët janë në kontakt me botën e huaj. Udhtojnë në Greqi, në Itali, në Amerikë, në Angli, në Evropa, në gjithandej. Kështu që nga këto kontakte, si thua, ata edhe marrin edhe fjalë të huaj, domethënë lënë gjurmë këto kontakte. Përvetsojnë fjalë të huaja të cilat pastaj i përdorin, dhe nëse dikush është në televizion, do ta përdor ta zëm benefit. Ai djali që ka studiuar në Itali, i thot benefite, sepse e ka dëgjuar në Itali këtë, dhe ky është një rrezik, si thua, po kryesorja është të ruhet gjua standarde, se po u ruajt ajo, domethënë po u kurua, si thua, po u kujdesen për të, ajo ndikon mbi të folmet, sepse fëmijët në shkollë mësojnë gjuhën standarde, kështu që aty do të korrigjohet me një fjalë dhe gjithnjë do të vazhdojë një proces, si thua, pastrimi, që të mënjanohen nga përdorimi fjalët e huaja, shprehjet e huaja, ndërtimet e huaja. Edhe pra ajo, se thua, fjalia e fundit për pyetjen tuaj është që gjua, në qoftë se shteti ose shtetet, se ne kemi dy shtete tani, nuk kujdesen për të, gjua është në rrezik. Dhe kjo është për të gjitha gjuhët, sidomos për gjuhët e vogla. Memushaj ndalet edhe tek gjua për fëmijët e emigrantëve. Ai thotë se nuk ka dogana gjuhësore dhe se ajo duhet të ruhet si një gjuhë e pastër, pasi shqipja po infektohet shumë. Kjo është një problem tjetër, pastaj që emigrantët kështu ka ndodhur gjithnjë, një pjesë e tyre asimilohen se varet nga familja, po një pjesë janë shumë të vëmendshëm dhe u mësojnë gjuhën fëmijëve. Kështu që do të ketë edhe humbje ndër ta. Po kryesorja është te ne këtu. Duhet ruajtur gjuhë e pastër, se po na infektohet shumë, domethënë. Nuk ka dogana gjuhësore. Rënja e arsimimit të shqiptarëve dhe importi i gjuhëve të huaja kanë deformuar gjuhën shqipe, duke e varfëruar fjalorin autokton dhe duke zvendësuar atë me fjalorin e huaj. Gjuhëtari Rami Memushaj thotë se administrata shqiptare ka kontribuar në bastardimin e gjuhës. Problemi lidhet me disiplinën shtetërore dhe kulturën gjuhësore të shqipfolësve, ose më mirë të atyre që janë të përfshirë në ligjërimin në publik, të atyre që komunikojnë me qytetarin me gojë apo me shkrim, shprehet ai. Sipas gjuhëtarit, drejtshkrimi është një kod që duhet të zbatohet si çdo kod tjetër dhe rrjedhimisht mos respektimi i tij duhet të ndëshkohet. Memushaj është i mendimit se shteti duhet të nxjerrë ligj për mbrojtjen e gjuhës shqipe.